sot në lëndën e kimisë është eksperimenti elefant, i cili na jep një shkund të vrullshme. Mjetet e punës të cilët na duan për këtë eksperiment janë një Erlenmeyer, një menzur, një lupë metalike dhe një pipet. Pastaj reagentët kimik të cilët do t'i përdorin janë uji i oksiduar me 30% i përqendruar, janë shamponi i lëngshëm, ngjyrat edhe joduri i kaliumit. Fillimisht marrim 40 ml ujë të oksigjenuar, të cilin e vendosim në menzur. Dhe krijojmë një përzierje së bashku me shamponin. Me anë të jodurit të kaliumit të cilin e marrim në lupë metalike, mund ta vërim që do të krijohet shkuma e vrullshme. Ky ishte eksperimenti për sa i përket lëndës së kimisë. Përshëndetje, unë jam Arnisa Emili nga klasa 9A. Përshëndetje, unë jam Endriti Tëngjiu nga klasa 9A. Dhe sot ne do të bëjmë një eksperiment nga lënda e kimisë ku si produkt do të përfitojmë dioksidin e karbonit. Fillimisht do t'ju prezantojmë me mjetet e punës që janë një Erlenmeyer, një menzur, një balon, një lupë metalike. Po ashtu përdorim edhe reagentët kimik, karbonatin e natriumit dhe acidin citrik ose acidin acetik. Fillojmë me eksperimentin. Fillimisht marrim 40 ml ujë që e matim me menzur. Këtë sasi më pas e derdhim në Erlenmeyer. Nga ana tjetër marrim hinkën, po ashtu edhe karbonatin e natriumit. Ne përpara kësaj e vendosim balonin në fund të hinkës. Marrim më pas karbonatin e natriumit. Metalike dhe vendosim 2 deri në 3 lupë bikarbonat natriumi brenda hinkës. Pasi ta kryejmë këtë, e heqim balonin nga hinka dhe vendosim mbi Erlenmeyer.
Në këtë rast do të fillojmë të shohim se si baloni do të fillojë të fryhet dhe kështu brenda balonit do të formohet edhe dioksidi i karbonit. Përshëndetje, u quhem Hana Haliti dhe sot bashkë me Erza Huti kemi me bërë eksperimentin ndarja e lëngjave sipas densitetit. Mjetet e punës janë menzura, kota laboratorike edhe kimika. Reagentët kimik janë mjalta, detergjenti i lëngët, uji, vaji dhe alkooli. Fillimisht vendosim mjaltën. Pastaj vendosim detergjentin e lëngët. Vendosim ujin. Vaji do të shkojë lart sepse ka densitet më të lehtë se alkooli dhe alkooli do bjerë poshtë. Rezultati final shihet se vaji ka shku lart për shkak se densitetin e ka më të lehtë. Më i koqërant është alkooli, uji, detergjenti ose sapuni dhe mjalta. Përshëndetje, unë jam Alen Tëqira nga klasa 8 dhe tani kam eksperimentin për krijimin e një vulkani me anë të dy tretësirave me densitet të ndryshëm, siç është vaji. Këtu shohim se uji ka densitet më të rëndë se vaji dhe shkon poshtë. Pastaj përdorim indikator me ngjyrë dhe një hap aspirin, i cili përmban edhe magnezium. Dhe tani do të lirohen gazet e karbonit dhe do të krijohet një si lloj vulkani siç shihet.
Përshëndetje, unë që Ndriada Bityqi dhe jem nxitse e klasës 8 dhe sot unë do të bëj një eksperiment. Për këtë eksperiment në nevojitën patrosit e veshëve dhe acid citrik ose limon.